Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes me gjithë zemër. Ju uroj një ditë të mbar, të bukur. Ashtu si atmosfera në këtë studio, nëse ju që po na ndiqni nëpërmjet ekranit e ndiqni, është mjaft entuziaste dhe ka sepse. Këto fëmijë, kjo trup artistike që ka ardhur sot në studio, është e shkëlqyer. Për ta, e gjithë Shkodra mund të shprehet me shumë krenari. Janë trupa e fëmijëve të qendrës kulturore të fëmijëve Kujtim Alia, trupa e teatrit e cila në drejtimin e regjizores Drane Xhaj ka një ecuri të shkëlqyer dhe është fituese e çmimit special në festivalin teatror të mbarkombëtar të zhvilluar në Zagreb të Kroacisë, ku ata u shprehen me një rrjedhshmëri të jashtëzakonshme artistike, duke rrëmbyer çmimin special më e mira e të gjithë trupave ndër 11 trupa që atje konkurruan. Natyrisht, çdo gjë nuk vjen pa një rrjedhoj, pa një ecuri të mëhershme, por që gjithmonë i drejtohet talentit dhe punës së bame me këto fëmijë. Matilda, muzikali i cili i bëri ata në këtë skenë të jenë më të mirët, në gjithë ecurinë e tyre, jo vetëm që ka fituar një sukses të jashtëzakonshëm, por ka fituar dhe 6 çmime në festivale të ndryshme, siç është festivali 1 dritarët, ku u nderua me 4 çmime, dhe në festivalin e Kroacisë me 2 çmime, si trupa më e mirë dhe si aktoria më e mirë protagoniste. Me mua sot në studio janë këto artistë të mrekullueshëm, të drejtuar nga regjisorja Drane Xhaj. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi Merita, kënaqësi të jemi në studion tuaj. Mirëmëngjesi për të gjithë dëgjuesit e Radio Shkodrës, dhe ku ka më bukur se ta filloni ditën me energjinë e këtyre fëmijëve që me drejtë e quajnë veten kampion, sepse janë vërtet kampion, se është e dyta herë që ato shpallën fituesit e çmimit të parë në festivalin, siç theti, të 1.001 dritarëve, edhe në festivalin teatror të gjuhës shqipe në Zagreb. Festival ku kishte pjesëmarrje 11 trupa nga shtetet ndryshme të Europës, nga Shqipëria, Kosova, dhe ne u shpallëm më të mirët, dhe antarët e jurisë ishin të gjithë në një mendje që shfaqja jonë bani diferencën, dhe biles u shprehen pikrisht kështu. Këtë shfaqje do ta kishte zili një teatr profesionist. Një duar trokitje. Natyrisht, të duar trokitje ju kanë shoqëruar për gjatë gjithë kësaj kohe, dhe natyrisht kanë marrë tek ju atë dëshirën më të bukur që të jepni gjithmonë gjëra interesante, ashtu siç është ecuria dhe talenti juaj. Jeni ndjerë? Jashtëzakonisht mirë, apo jo? Çdo gjë nisi shumë herët, por ky udhtim drejt Zagrebit mjaftonte vetëm një njoftim i zyshorit drejtoreshës qendrës kulturore të fëmijëve, Orieta Kejle, e cila njoftoi për një pjesëmarrje të tillë. Është kështu apo jo? E vërtet. Në fakt ju them edhe unë Nadia Mirtanve, nuk ka që mu më kap çdo mikrofon kudo që tjetë. Hoxha. Mirëmëngjes edhe ty Merita, të falenderoj për ftesën, jena gjithmonë për ty jena të partë. Pas çdo aktiviteti, studia jote është e para, dhe më thanë që na mirëpret me tanë energjinë tonë, që për ditë me radhë të betohem ka kenë e pashtërueshme, dhe këtë besoj jeni tu e një edhe ju këtu. Bravo, po ka gjë më të bukur, Kjo Zhyzdana mbjell një frymëzim të pafund për fëmijët. Sigurisht, energjia, atmosfera që krijojnë këta fëmijë është burim edhe është motiv që me dhanë më të miren edhe me dhanë shpirtin, si që kam thonë, për këta fëmijë të mrekullueshëm, këta super talenta, por me kam tokë gjithmonë, mos na i rriten vesh.
Jo, e vërteta është se këto ndërtojnë mbi një sukses, marrin një sukses tjetër. E vërtet. Matilda musical i ka fillesa qysh në dhjetor, ku me ftesën e teatrit Migjeni, pse jo vendosëm gjithë fëmijët e qendrës kulturore të bëshim një audicion për me marrë pjesë këtë musical. Si që shef, Matilda ka evolu shumë mirë, duke fillu që nga premiera që pati sërish në mars në teatr, më pas në festivalin 1-1 dritaret, e më pas edhe në Zagreb, ku tashma Matilda mund të themi që është një shfaqje e mirë fillt, një shfaqje e pjekun mjaftueshëm dhe një shfaqje profesioniste. Edhe gjithë kjo fal një regjizore të mrekullueshme që ne kena pas gjatë gjithë këtij viti, është zysh e mrekullueshme, zysh Dramexha, e cila gjithashtu meriton një duartërvitje shumë fort. Me falenderim gjithashtu do përshëndesim drejtoren e qendrës kulturore të fëmijëve Kujti Malia, zysh Orieta Kelaj, ajo për ne është domethënë number 1. E falenderojmë për çdo mundësi që na jep, e falenderojmë për çdo mbështetje, sepse me të vërtetë që për ne fëmijët mbështetja është e para. Edhe në një vend si ky joni, domethënë faleminderit që e kena. Zhdana besoj se është krenar për shumë çka për ju. Si artist në radhë të parë, por edhe si fëmijë që formoheni çdo ditë me ndjesi shumë të bukura dhe me një mendësi mjaft të hapur, apo jo? Sigurisht që jam shumë krenare për këta fëmijë, se përveç artit, ata janë edhe fëmijë të shkëlqyer edhe në mësime, janë edhe fëmijë të shkëlqyer në edukatën, në atë që përcjellim çdo ditë. Në temat që zhvilloshim edhe në autobus ishin shumë konstruktive dhe shumë të bukura, që këta fëmijë shpalosin jo vetëm artin e tyre, por shpalosin edhe atë brumin që kanë këto fëmijë brenda vetes. Jam shumë krenare për ta, edhe punoj pa u lodh dhe jam shumë e lumtur që e kam këtë ekip të mrekullueshëm. Unë do të punoj sepse na presin shumë punë tjera, kemi shumë angazhime të tjera, sepse po afrohen edhe festat, edhe do të punojmë me intensitet edhe më të madh. Kemi surprizat tjera për të tregu, për të paraqit, edhe shpresoj që do të dalim faqebar gjithandaj. Por duhet të theksoj këtu dhe duhet të përmend edhe 2 djem të mrekullueshëm, Gjovalin Kolajn, atë djalin teknikun e fonisë, që është i papritueshëm edhe na mbështet në çdo aktivitet, edhe në çdo prova, pa asnjë interes monetar apo çka, vetëm pasioni që ka ai dhe dëshira që ka për me ndihmu këta fëmijë të mrekullueshëm, edhe Mark Pranin, teknikun e skenës në teatrin Migjeni, të cilët janë punëtor të papritueshëm dhe bajnë gjithçka për këta fëmijë. Jashtëzakonisht bukur, ja. Mërgjiti ka bërë gati duartërvitje. Siç e shoh, kjo studio është plot entuziazëm, por emrat e tyre ju i keni dëgjuar dhe do të dëgjoni edhe tashti. Është Yasemin Çako. Mirëmëngjes Yasemin, Noel Hoxha, Hea Lohja, Amla Demushi, Raimond Kola, Emiliano Tagjonaj, Devis Shima, Nergis Nik Prelaj, Eliza Bush Gjoka, Dion Bush Gjoka, Noemi Pepaj, Joela Mustafa do të hyj tashti në studio. Joela mund të vish. Së bashku natyrisht ata kanë realizuar këtë mrekulli. Ju nisët në Zagreb. Sapo autobusi ndaloi aty, përveç një rrugë panoramike, nga Shkodra deri atje, pak lodhje, po ku ndjehet lodhja, apo jo, është e vërtet? Shumë e vërtet. Zbritet aty dhe emocionet e para ose përshtypjet e para si ishin? Po, Amla. Më thonë që ishim një vend krejtësisht ndryshe nga Shkodra. Kena pa pallatet, fillume me menu si do na kalojnë këta 3 ditë që jena të ba, ma vonë shkume te vendohet tek teatri. Gjithçka ishte shumë ndryshe, persona të ri, do me thonë, kam një përshtypje, më kaloj një përshtypje shumë të mirë. Po mirë, unë djetë të sigurt, apo luhateshit, ne vërtet jemi të mirë, po si do t'jetë këtu? Dishi diçka për këtë? Atyre në gjithë tonë kena pas emocionet tona,
gjithkush ka emocione para se me dalë në skenë, por Kemi edhe foto, regjia. por unë personalisht kam menu që ne këtë shfaqje e kena bërë tonin, a do t'ja dalim shumë mirë. Është interesante, sepse kur ju kanë ftuar për herë të parë mbas suksesit të parë në skenën e teatrit Migjeni, ju kam thënë si e mendoni kjo shfaqje do mbesi këtu, ju e dha tashmë dhe jo, thatë ju, ne do ta japim përsëri dhe vërtet ajo dëshirë është realizuar, është kështu apo jo? Po, me thëmë drejtën, për te aty në që shihen në imazhe, janë edhe me mira, me qindra video e foto të tjera nga gjithë energjia jonë, duke fillu që nga mbërritja në Zagreb, pas një rrugë prej 15 orësh, pretendoshin që ne do ishim të lodhur dhe do flinim, por jo, si gjithmonë, me plot energji, u ambientuam si fillim me ambientin e teatrit atje, u njohem me trupat e reja, u njohem me organizatorët, konsumuam darkën dhe pastaj tham, tashmë kemi fest. Të nesërmen ishte dita e shfaqjes. Para se të shkonim në shfaqje, sigurisht u njohëm pak edhe me vendin e ri ku ne kishim vizitu, Zagrebin. Ishte një vend shumë i bukur. Kena kalu kohë të mrekullueshme me njëri tjetrin. Ma pas erdhi koha e shfaqjes, koha kur kishim emocione, po të them drejtën, ishim edhe pak të sigurt që ne do jepni më të mirën. Si që thedhe ti, ne që në mars e që në qershor, të kena thënë që nuk mbyllet me kaq. E vërtet. Edhe ja ku jemi sot, Matilda ka 6 çmime, ka fitu një eksperiencë maramëndse dhe për këtë jena shumë të lumtur. Personazhet janë të ndryshëm, por ajo që është në qendër është Matilda, e cila në këtë moment qëndron këtu pranë mikrofonit jo pa emocione. Është Yasemin Çaku, një artiste e vogël, por që, siç më thonë edhe artistët e mëdhenj, që premton shumë, ashtu siç edhe vetë pjesëtarët e tjerë të trupës. Sepse kjo shfaqje është sintezë e disa llojeve artistike, siç është kënga, siç është aktrimi, siç është baleti, pra është një sintezë e tyre. Yasemin Çaku është fituesja e çmimit të parë si aktoria më e mirë protagoniste, apo jo? Po. Si ishte, si erdhi për ty kjo shfaqje? Kjo shfaqje ko kanë diçka që kur s'ka me harru normal edhe besaj që ta mjeni ishte sidomos në berat edhe në Zagreb edhe provat kanë diçka kanë gjëra shumë bukura sepse jena gëzu, por unë me maj se për çmimit ne nga që jena mënu shumë edhe kena ditë, por edhe njëjtën kohë nuk kena dosh me i rritë për çmërit, sepse normal nuk i di që no, por ne e kemi marrë çmimin dhe jemi shumë të lumtur për ta. Natyrisht ti ke pas pjesë të shumta, sepse si aktoria kryesore. Cili është ai moment më i veçantë gjatë gjithë shfaqjes që ti e ke ndjer shumë së brendshme, e ke ndjer shumë emocionalisht, por edhe nuk e harron asnjëherë? Unë mendoj se Kthimi i revoltës, sepse ta ajo këngë kam lënë shpirtin dhe kam kënu çdo fjalë, s'kam lënë asnjë fjalë pa kënu, ka kënë diçka shumë e bukur, sepse po që edhe kërcimi është një prej hobëve teme, më të mira, që unë e pëlqej shumë, pra kam mundu me nxjerrë sa më mirë. Unë mendoj Zyrzdana që kjo shfaqje ka zbulu edhe gjëra të tjera që më herët nuk ishin edhe shumë të zbulume tek këto fëmijë. Është e vërtet, sepse ti jesh artist, duhet jesh edhe i kompletum. Dhe me këtë shfaqje kanë tregu se nuk kanë vetëm talentin e këndimit, siç e kena njohur deri sot Yaseminin, por edhe këto të tjerët, por aty kanë shpalos edhe talentet të tjera ku formohet një artist me të gjitha. Kjo është një foto e jashtëzakonshme. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Këta foto në ka bë dhurat baba i Nergisit me një aparat profesional, ka fiksu momente shumë të bukura në foto dhe i themi të gjithë bashkë faleminderit. Shumë faleminderit.
Realisht nuk e di nëse ka të tjera foto nga energjia edhe atmosfera e asaj Po janë shfaqje. foto pafund, po nëse ne i E transmetojmë vërtet, nuk ju lëm vërtet. vend për të folë këtu. Edhe të vazhdojmë me atë që po flasim për Jaseminin. Jasemini është një vajzë shumë korrekte, është shumë serioze, edhe me punu me Jaseminin është një kënaqësi e veçantë. Jasemini të kupton të paktën më kupton me sy për këshillat ose vretjet që kam për Jaseminin. Është një fëmijë që unë mu mbefason shumë herë. Serioziteti i saj, edhe në prova, gjatë gjitha provave ka kenë vajzë shumë serioze. Asnjëherë nuk kam pas arsye me i tërhik vëmendjen Jaseminit. Nuk e di, është një vajzë shumë e talentuar. Po ashtu janë të gjithë këto fëmijë, Unë do t'ju por jap nganjëherë fjalën të edhe gjitha. kanë dëshirë me bë muhabete Po, këto me janë njëri fëmijë. tjetrin, me qesh sepse është fëmijë. Por Jasemini është shumë vajzë serioze. Po se mos thonë të tjerët edhe ne jemi serioz, po jemi edhe pak çamarrok. Janë i pjeça Marok, Kemi të gjithë këtë. duket kanë sigurinë vetvete që ja arrin edhe Sa është po? Për te shakave ja vlen mu përmend, të flas edhe unë për Jaseminin, jo sepse është një mike dhe një shoqe e jonja, po me të vërtet që meriton një bravo nga ne si fëmijë, nga ne më të sinqertë. Është gjë e bukur se këto fëmijë janë miq në radhë të parë me njëri tjetrin. E vërtet. Dhe përjetojnë gëzimin e shokut dhe të shoqes njësoj sikur të ishte i tyre. Apo ja? Mendoj se vlerësimi që marrim nga njëri tjetrin e vet është më i sinqertë edhe më i bukur. Deri tani nuk ka thënë asnjë fjalë, po atje në shfaqje është tepër potente, ashtu siç e gjithë ecuria e saj, Hea Lohja, kjo artiste e veçantë, e lindur, po i them që në voglinë e saj, aty kur bën video, pjesëmarrje, interpretime të ndryshme, kësaj herë Zyrdana ju i keni besu një rol i cili asnjëherë nuk është mendu një rol shumë autoritar, për mos me thënë për ma shumë, apo ja? është shumë autoritar dhe shumë i vështirë. Për një vajzë si Hea, ishte një rol shumë i vështirë edhe i guximshëm për mu, për me ja besu Heas, por Hea tashti është një vajzë shumë e pjekun. Ka fituar edhe një çmim me të. Është Si pjek në një mbi një dritaret. Aha. Çmimin e karakterit, që është një çmim shumë vlerësues. Edhe për Hea nuk vjen diskutim asnjëherë asgjë, sepse Hea është një vajzë shumë e talentuar, është pjek shumë artistikisht, edhe tashti mund t'i besosh çfarë do rolit Heas. Hea. Unë, kur më është dhënë roli, sigurisht nuk është se nuk e kisha provu vetin më parë me një rol tillë, edhe ishte diçka e re për mu, por që besoj se ja dola më së mirit, edhe besoj se e kam realizu, ashtu si duhet. Po patjetër. Për ndryshe nuk shkëlqeni të gjithë. Amla më foli për përshtypjet, po për rolin e saj, ose për më saktë për dy rolet që ka realizu brenda shfaqjes, ende nuk ka thënë diçka mbi sfidën si narratore, por dhe si punojse e bibliotekës. Ishin këto dy role që natyrisht të vunë para një përgjegjësie të veçantë. Atëherë, dy role që kanë bën kanë krejt një karakter të ndryshëm. Dhe na pritet një mësuese biblioteke e cila animon Matilde ndixhon histori të cilat prindët e saj nuk janë i gjojnë. Ka lënë të një fëmijë i lumtur që çdo lloj gjaje e keqe iku, largu, edhe të po çlirohena. Te roli i zonjush Elizës, kam pas shumë emocione, kam menu si do ta bëjmë këtë rol, a do të më presin mirë publiku, a do ta realizoj ashtu siç duhet. Dhe unë në Zagreb, kur po jep një shfaqje, thjesht kam menu futu në rol edhe mena mund t'ja dalësh. Besimi në vetvete. Ti je një vajzë me plot besim. Amla është një vajzë, ashtu siç ka emrin, është edhe Amel edhe në rol, i kam thënë, ashtu siç ke emrin, ashtu do t'interpretosh, do t'jesh mbështetja kryesore e Matildës. Edhe këtë i kam kërku Amles, Amla është hera parë që punon si aktore, sepse Amla është këngëtare, edhe tashti dëshira e këtyne të gjithëve, që në përgjithësi janë në sektorin e muzikës, të është ja kthy dëshira e aktrimit. Por është shumë e bukur se t'jesh i kompletum, t'jesh edhe këngëtar, edhe aktor, është një mrekulli.
Mendoj që të kalosh pak tek personazhet kryesor që janë dy prind tanë të mrekullueshëm. Unë edhe Jasemini, unë kam dy role, kam edhe rolin e Nigelit, nismëtarit të çdo revolte, Po ti je mërusi përbashkë gjithmonë, jam edhe vllai Matildës. Edhe do kërkoja pak të pyesësh dy prind tanë në rol. Emilianon edhe Noemin për gjithë. Po tjetër. E kanë mbulu një pjesë madhe të shfaqjes. Emiliano, si ishte ai që t'jesh ti baba i Matildës edhe të luash atë rol që Ka kanë vështirë. e vështirë, a? Po kanë vështirë, po me punë, dhe venimin e gjyshtranës. Po në çfarë shkolle je ti? Grup të re Tringsmali. Si përshëndesim tan atë shkollë e cila shkëlqen, a? Kemi edhe Klaudian, po sot nuk është këtu. Po, Emiliano? Ka kanë shumë vështirë për mu bë rolin e një babe ku është një biznesmen mashtrues që mashtron njerëz, po me punë dhe venimin e gjyshtranës ja kena arrit me e bë. Është e vërtet kjo që thot Emilianoja, sepse për një fëmijë me lujt baben në rol është tepër e vështirë dhe për një aktor profesionist, aq më tepër për Emilianon e kishte shumë të vështirë, por gjithsesi Emilianoja ja ka arrit shumë mirë. Po ashtu edhe Noemi e kishte shumë të vështirë me lujt rolin e nanës, sepse një fëmijë 12 vjeç, sa është Noemi? 13 vjeçe me lujt rol nanet, është tepër i vështirë, por gjithsesi të dy si një çift, si një familje, ishin prind të Jaseminit edhe të Noelit, e kanë lujt jashtëzakonisht mirë. Noemi, është hera e parë që ti merresh me teatr apo edhe herë të tjera? Jo, është hera e parë që marrëm, edhe jam shumë e kënaqur që kam hyrë në kurs të aktrimit me zysh dranën, është shumë zyshe mirë, edhe që na ka mësuar tana këto gjëra. A shpresoj që të vazhdojmë deri në fund. Kishte të vështirë ti, domethënë që ti pasoshe të gjitha ata situata? E kam pas të vështirë, po për qefit që kam pas, një të rol nuk ma duke i vështirë. Në çfarë klase dhe shkolle je? Unë jam klas 8 të shkolla Zemra e Krishtit. Shumë bukur, besoj se shkolla jote është krenare për ty. Apo jo. Du me i lënë vend të dy artistëve që janë në katin e tretë të studios, është Dioni dhe Nergisi. Përshtypjet e tyre, ata janë, Dioni është një këngëtar i afirmum, ka fitu çmime. Nergisi është një artiste, po e afirmume, ka luajtur në 2 filma dhe në interpretime të ndryshme, përveç se është edhe një sportiste teniste. Çfarë ka qenë kjo shfaqje për ju? Dhe është kjo shfaqje? Për mu është shfaqje që ka fillu dëshirën time për me dash në hynë aktrim. Është një gjë që do të bëhet një ditë. Edhe shikoni, është një gjë që do të bëhet një ditë. Ai teatri Migjeni ta mbaj kokën larg gjithmonë. Lungsion që kërkojnë tonë me ardhën aktorin e aktrimit. I ke frymëzuar Dana. Dioni është një djalë shumë i talentuar. Është vërtet i talentuar, përveç se është një këngëtar shumë i mirë. Është në skenë, Sinergjisi edhe Dioni ka një plastik të jashtëzakonshme, një të mrekullueshme. Domethënë ke kënaqësi me lëvizjet e tyne, me ato keni edhe ato momente të akrobacisë i kanë jashtëzakonisht bukura. Janë të mrekullueshëm. Po Nergisi s'ka se tjetë ndryshe, se përveç të një interpretuese, është edhe një sportiste me notin, me tenisin, një kampione në tenis, kështu që të gjitha janë që përcillen tek formimi i saj. Apo jo, më trego diçka Nergis. Për mu ka qenë një eksperiencë shumë e bukur. Ka qenë një pjesë që kena vënë në skenë shumë e bukur, më ka pëlqyer që kena pas me bë me ton shok dhe shoqe. Bravo. Tash i kemi edhe rolin e doktorit edhe rus, përfaqësuesi i mafias ruse është Devisi, e një djalë shumë korrekt, djalë serioz, ka punuar shumë, edhe ky e kishte pak si të vështirë se me bë një rol mjekut, edhe se personazhet e
këta fëmijë me lujt personazhet e të mëdhenjve si vështirësia është e shkallës superiore, por me këta kam punuar edhe më shumë se me këta të tjerët, edhe ja ka arrit shumë mirë. Po ja ta shoh mirë. Si fillim falenderoj zyshdanën edhe zyshorin për këtë eksperiencë që na mundsuan traditore dhe për kujdesjen e tyre. Dhe unë kam pas 2 role, kam pas doktorin dhe mafjan ruse, të cilat ishin shumë ndryshme sepse doktori ishte një njeri me respekt dhe human dhe që ja dorëzonte fëmin babës dhe mamit, ndërsa rusët ishin të ashpër, tegër dhe me nerva. Dhe ti arrita. Kundërta, po. Të lumë. Kena edhe një vajzë shumë simpatike, Elizën, që Eliza ka arë sfundmi një bashkohet tonë, por ka qenë pjesë e Matildës qëndjetor. Kjo eksperiencë për mu ishte normalisht shumë ndryshe, unë kam qenë pjesë e revoltës, edhe ka qenë një ndër momentet, më të them, më të bukur shfaqjes, sepse ka tregu ndjenjat që ka një fëmijë edhe se sa ka nevojë për mbështetje edhe për dashuri. Joela është po? Joela e përfshime në këtë grup fëmijë shumë të talentum, vajzë shumë e mirë, e talentume, ka kënu shumë bukur, por kanë edhe një moment me energjisin, me bicikleta, çka është ka spikat, dhe më thonë simbol i qytetit Shkodrës, e kam fut si element në çfaqje, edhe në sallë këto lëvizshin të dyja me bicikleta dhe gjithë salla i niq tek 10 e kryt mrapa tu i njeh këta vajza me bicikleta dhe tonë me fytyrë, sepse ishte se në këtë çfaqje kemi përfshi përveç bicikletave, numra akrobatik, loj me konope, lojna popullore, dhe me thonë atë të konopit. Në këtë çfaqje është përfshi gjithçka. Prandaj ka pas shumë larmi edhe e kanë vlerësuar shumë edhe. Për mua ka qenë një eksperiencë shikur në jetën time s'do të harroj. Falenderoj tonë stafin e çanës kulturore, zysh Orin dhe zysh Dranën. Edhe kena bë më të mirën tonë. Edhe do ta vazhdosh këtë rrugë, patjetër. Po këtë djalë i vogël që luan aty, që është Raimondi. Raimond, sa bukur ishte të shkoje në një skenë tjetër, të luaje, të bëshe pjesë gjithë këtyre aktorëve të vegjël, po shumë të mrekullueshëm do ta quaja. Ti je më vogli, po zemra. Për mua ishte një emocionant që dilja para gjithë asaj skene dhe një vend tjetër si nuk e njifsha dhe kënoja me Dionin. Me Dionin? Kanë pas këngën të mrekullueshme shumë të bukur edhe komunikimin që kanë bë, e kanë pas të mrekullueshëm. Edhe Raimondi është një djalë, është më i vogël i trupit. Po si ishte ajo kënga? Hajde na knoni pak. Jemi pak, merrni parasysh jena pak me za keqe me ja jeni shumë mirë me za. Po. Na fillu. Po, ti do ta fillosh. Lart në qiell. Do ngjitem unë do prej çdo yll që ndrit kur unë të rritem do jem një hero që frik nuk ka nga zë. Kur të rritem unë do rrug do ta hap vet, do shkoj ku dua, do flek kur të dua vet, do jem i lirë kur të rritem unë. Bravo. Në moment që shpalos një mesazh shumë të bukur, kur të rritem të jem i lirë të shkoj ku të dua unë, diçka e mrekullueshme. Ka kina met pa fol për Edenin, sepse nuk është prezent këtu, edhe ja vlen t'i themi 2 fjalë për Edenin. Edeni është një vajzë e mrekullueshme, është një vajzë shumë e mëshme, e sjuar pra. Edhe ka realizu mjaft mirë rolin e saj, ka shpalos një mirësi, ashtu si që është ajo vetë, e ka shpalos edhe në rol një mirësi të mrekullueshme. Për me fol për këtë djalin këtu, nuk ka nevoj, sepse Noel Hoxha është bë personazh, edhe nuk ka nevoj për me thonë shumë fjalë, sepse flet me punë. Këto janë emocione që mbesin aty, por që t'i shohin të gjithë emocione kur u shpallët fitues. Unë po i drejtohem një video
e cila jep këtë moment të mrekullueshëm. Regjia besoj e ka gati videon kur trupa e Qendrës Kulturore të Fëmijëve Kujtim Alia merr çmimin special. Ti drejtohemi kësaj video. Ai që përmbyll të gjithë çmimet, ai që na bën krenar për ato që kemi parë dhe kemi ndjekur. Si thoni, kush është çmimi special? Qendra Kulturore Kujtim Alia Shkodra. Ne pas kësaj video dhe pas kësaj eksperience kaq gjatë, kaq të bukur, mund të themi prapë që nuk ndalemi. Nuk do të ta japim një kështu konfirmuar. Po çka kemi për të thënë është se jemi rritur me këtë eksperiencë, kemi mësuar, jena tu ecë shumë mirë drejt asaj rrugë që ne do na ndjek fal dy zyshave të mrekullueshme që ne I përmendëm edhe pak më parë. Pse jo jena të hapun kundrejt projekteve të reja, por Matilda nuk ndalet këtu. Jena falenderues tan njerëzve që e kanë bë kaq të bukur këtë eksperiencë, duke përfshi këtu edhe mamat që ishin prindrit të gjithë kujdestarët tona më të mira. Gjithashtu duam të falenderojmë edhe shoqëruesit ton gjatë rrugës së gjatë drejt Zagrebit, dy shoferët tanë të mrekullueshëm. Dona një duar trokitje të fortë për ta, sepse gjatë rrugës jo vetëm u argëtuam, por rruga na shërbei edhe për me njohur më shumë vështetet ku ne kaluam, dhe kjo fal dy shoferëve tanë të mrekullueshëm. Po, është vërtet sepse shoferët si Ciceron të udhëtimit njihshin historinë e këtij vendit, edhe prej Malit Zi, Bosnjës edhe Kroacisë, gjatë gjithë rrugës kanë shoqënuar me ato me historinë e këtyre qyteteve, me gjanat më të rëndësishme që kanë spikat dhe që kanë met në historinë e këtyre shteteve. Ja, sa gjë e bukur është të udhëtosh dhe të triumfosh kaq shkëlqyeshëm. Se përveç argëtimit kemi edhe mësuar. Pra ishte hera parë që unë gjatë një rrugë, përveç asaj lodhjes, dëgjoja edhe shoferin nga mikrofoni lart që na shpjegonte historinë dhe kulturën. Është diçka e mrekullueshme. Këto janë gjurmë që do mbesen gjithmonë tek ju, edhe kur të rriteni. Por do të thosha, nëse ju I dokumentoni në ditarët tuaj, detajet asnjëherë nuk do harrohen dhe do mbesin aty. Meqense I keni të freskëta, unë do t'ju këshilloja që t'i hidhni këto kujtime, qoftë edhe pjesëza apo copëza të bukura nga ky udhtim, për ta bërë gjithmonë këtë pjesë të udhtimit tuaj artistik të shkëlqejë dhe të mbetet I paharruar. Nuk kemi përmendur, janë kaq shumë për të thënë Dana sa ne kemi harruar të përmendim trupat e tjera pjesëmarrëse të cilët ishin teatro të fëmijëve shqipfolës në vende të shtetet të ndryshme të Europës. Kishte nga Austria, nga Slovenia, nga Greqia, nga Italia, nga Kroacia, nga Prishtina, siç tham, edhe Mitrovica, Vlora, Shkodra, mos kena harru në I shtet, nuk e di. Shkodra jo është e para. Austrinë thash. Edhe ishte gjaja më e bukur që në fund një fëmijë I trupës italiane, kur morëm çmimin, doli aty sipër te shkalla bërtite Shkodra. Ishte një moment shumë I bukur. Përveç asaj, gjatë këtij udhëtimi, kena bë dhe si turizëm, se jena nol prej Zagrebit, që kena vizitu atë pjesë pak sa na e mundsoi koha, kena vizitu edhe Zaren, një qytet I bukur I mrekullueshëm. Është vend I shqiptarëve. Po Zara, edhe aty ka një përqindje popullsie shqiptare, kena pa një pjesë shumë të bukur të Zadarit, një vend aty ku është betonu një organo,
edhe është në beton, edhe valët e detit i krijojnë i notat muzikore, valët e detit shtyjnë notat muzikore, edhe formon një muzikë sikur është një muzikë si kishtare, si nuk e di, po një gjë shumë e bukur. Këto emocione janë të Mos të harrojmë falenderimin ndaj organizatorëve për ftesën në radhë parë, por edhe për gjithë kujdesin edhe gjithë organizimin e bukur. Këtu se kena interesin tonë, se në kanë thonë do t'jeni pjesë e përhershme se këti festivali. Po që e meritojnë. Sigurisht që e meritojnë, sepse është si përmarrje e madhe me organizu. Kjo hedh dritë mbi vazhdimsinë. Dhe vazhdimësia uroj që t'jetë po kaq të bukur. Dhe ne të premtojmë që do të kthehena prapë në studion tonë me Matilda. Me Matilda. Po do t'i hapim dyert, jo një kapak, po të gjitha kapak. Së shpejti me ftesën e drejtoreshës gjimnazit Jordan Misja, besoj se do të shkojmë aty edhe të shfaqim komplet Matilden. E mrekullueshme. Zyrtana është vërtet një motor i frymëzimit tuaj së bashku me zyshëorin dhe të gjithë mbështetësit tuaj. Por ka dhe përgjegjësinë që kjo skuadër e mrekullueshme të shndrisë gjithmonë dhe të furnizoj me ato ekipet zimxhir, me ato fëmijë të vegjël që rriten ashtu siç jeni rritur ju, edhe do rriteni ende më shumë. Se vazhdimsi brezash. Është në fakt është gëzim shumë i madh fitoria e një çmimit ose dy çmimeve që kena marrna, por është edhe përgjegjësi, sepse përgjegjësia rritet siç tha edhe ti, që ne duhet synojmë për çfaqje edhe më të mirat që mos vim në nivelin e kësaj çfaqje, po të jemi gjithmonë në rritje, edhe do të synojmë të zgjedhim pjesë të tilla që synojmë të paraqitemi me dinjitet. Jo gjithmonë të pretendojmë për çmim të parë, se ne se kemi privatizuar çmimin, por të synojmë të paraqitemi në mënyrën më të mirë të mundshme. Duhet përmend edhe diçka për 4 vjet prej nesh, ky është viti i fundit në qendrën kulturore. Legalisht si fëmijë, Emiliano, unë, Eliza dhe Hea po përjetojmë vitin tonë të fundit si fëmijë në qendrën kulturore, por jam shumë i bindur që edhe pse ne kalojmë në gjimnazë një stad tjetër të nivelit arsimor, ne do jena gjithmonë në shpinë tonë. Sigurisht qendra kulturore ka kanë pjesë e emja që në klasë parë, po them, edhe do të vazhdoj të jetë gjithmonë. Do të jetë shumë e vështirë në fakt largimi i këtyre fëmijëve, por gjithsesi këta do t'i rrinë shumë afër qendrës kulturore të fëmijëve, sepse jena familiarizuar aq shumë me këta fëmijë, sa e kam shumë të vështirë kur thonë që ne do të largohemi në gjimnaz, do të kështu, po do të jenë gjithmonë pjesë në forma të ndryshme, do të jetë deri në qershor kena prapë. Një mrekulli. Ky është frymëzim, ky është pasion, ky është dashuri e jashtëzakonshme dhe ju e keni mbjellë këtë dashuri për artin te këto fëmijë dhe te shumë fëmijë të tjerë që frekuentojnë kurset e aktrimit apo të këngës, të baletit e të shumë shkaj që i kompleton ato në aspektin artistik. Shpresoj se do të jetë një pjesë e bukur në historinë e jetës tyne dhe këto kohë që kanë kaluar. Edhe pse Matilda është një eksperiencë brenda qytetit, që është krijuar brenda qytetit tonë vogël, për mua shpresoj edhe kur të jem domethënë në hapat e mi të mëdhenj në karrierë, Matilda do të zgjojë një vend shumë të rëndësishëm, edhe një pikë më vete do të jetë në biografinë time. Matilda për gjithmonë. Dua t'ju falenderoj shumë. Duhet t'ju uroj shumë në ecurim tuaj, në këtë sprim të bukur që ka marrë jeta juaj, në këtë formim kaq të bukur artistik por edhe njerëzor, sepse të kesh të tilla formime, të tilla themele, janë mundësi që ngrehina juaj e shpirtit në radhë të parë, ngrehina juaj morale, emocionale, të jetë gjithmonë më e pasun. E atëherë ju mund të ndërtoni rrugtime të mrekullueshme pa harru gjithmonë këtë që quhet qendra kulturore e fëmijëve, pa harruar Matildën, pa harruar personazhet, padyshim pa harruar asnjëherë Zyrdanën, Zyshorin dhe të gjithë bashkëpunëtorët. Ju falenderoj dhe ju uroj. Falenderoj. Sukses. Jeni të mrekullueshëm, jeni krenari e Shkodrës. Për mua, por jo vetëm. Me këtë mbyllë mirë. Mirupafshim herën tjetër.